Gjatë një takimi në Korçë, kryesuesja e listës së kandidatëve të djathtë Valentina Duka tha se programi ekonomik i Partisë Demokratike, i përgatitur nga specialistë vendas dhe të huaj, do i kthejë dinjitetin sipas saj të humbur të gjithë krahinës së Korçës dhe do të rritë zhvillimin ekonomik si dhe të ardhurat për të gjithë qytetarët. Të dashur korçar, për post rilindjes urbane, qyteti ku jetojmë është shumë i varfër. Kam pasur mundësi ta njoh nga brenda. Kam ecur rrugic më rrugic në të gjitha lagjet e qytetit. Kudo kam parë varfëri, kudo kam parë njerëz të papun, por kudo kam parë optimizëm, sepse me fitoren e Partisë Demokratike, Korça jonë e dashur do t'jetë një qytet më i mirë ekonomikisht, më i civilizuar dhe më i prosperuar. Partia Demokratike ka një program ekonomik për ta pasur zili. Ate kam përgatitur specialistët më të mirë, ekonomistë shqiptar dhe tuaj, duke e përkthyer atë në nivelin e Korçës dhe të rrethinave të saj. Ju premtoj që mbështetur në atë program, qyteti jon, krajina e Korçës, do jetë një nga qendrat më të civilizuara të turizmit urban dhe agrar. Mbështesni Partinë Demokratike, qytetit do t'i kthejë dinjiteti historik, do t'i kthejë dinjiteti kulturor, do t'jetë ekonomikisht më i zhvilluar dhe do t'jetë një nga zonat më të bukura të turizmit jo vetëm shqiptar, por ballkanik, se Korça e meriton.